është një sekt shumë i rrezikshëm prej sekte, se ne besojmë që janë 72 sekte, gjitha janë zjarë. Vetëm një grup është i shpëtuar, edhe ata janë xhamati, janë ata cilët bashkohen dhe nuk përqahen, nuk sektarizohen. Prej sekte shumë të rrezikshme është sekte i kuranistave. Këto sekte zakonisht i vendosin vetes tyre emra tërheqës në mënyrë që t'i mashtrojnë njerëz. Ku e di unë, donjëherë vendosin emrin kështu siç e kanë këta, ja atribuojnë vetes Kuranit, ka shprehje më tërheqëse, livora. Këto janë sipërfaqësore, kurse brendësia e tyre është e kalbt. Ngjajshëm me trungjet e hurme, të cilat edhe kur kalben duken bukur nga jashtë, mirë po brenda janë të kalpta. Prandaj me dialekte mashtrohet pas tyre, pas pamjes të jashtme dhe devjan. Dhe këta kuranistat, ku është problemi i tyre? Problemi i tyre është shumë i madh, sepse mohojnë burimet kryesore të Islamit pas Kuranit. Padyshim që Kurani është burimi kryesor i Islamit, sepse çdo gjë në këtë botë ne besojmë që është e krijuar përveç Kuranit. Kurani është fjala e Zotit, prej tij ka zbrit dhe tek ai do të kthehet. Dhe është definitivisht më e larta, statusi më i lartë. Mirë po, suneti vjen pas tij. Suneti është udhëzimi profetik. Kurani s'ki shans me kuptu pa sunet, sepse këtë gjë dhe vetë Kurani e potencon. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim. Ne ta kemi zbrit ty dhikrin. Dhikri është Kurani. Ne ta kemi zbrit ty Kur'anin që t'ja u shpjegojsh njerëzve atë që u ka zbrit. Pra suneti ta shpjegon Kur'anin. Për shembull, Allahu i Madhërisht thotë: "Aqimu s-salata wa atu zakat." Falni namazin, jepni zakatin. Mirë po, mënyra se si mu fal nuk sqarohet në Kur'an, ka sqarohet në sunet, detaje. Detajet më të hollësishme, edhe zakati ashtu, po edhe adhurime të tjera. Prandaj pa sunet nuk kuptohet feja. Këta janë sekti devijum, keni kujdes prej tyre. Është shumë rrezik me dal prej feja ai i cili e mohon sunetin, sepse vazhdimisht muslimanë gjatë gjithë historisë ju kanë përmbajtur sunetet dhe kanë, edhe ajo është rruga e drejtë, rruga e profetit alayhis salam. Ati ka zbrit Kurani dhe ai më së miri e ka kuptuar. Pastaj shokët e tij, të cilët e kanë fut në praktik ata në formë kolektive.